me sa duket do filloj holet javore. Kam bërë shumë porosi. Shein, kësaj radhe activewear. Dhe kam të veshura bijamet nga holi fundit që ju bëra. Do filloj me këtë setin këtu. Unë bleva një set të lloj ngjyre bocelli, që atëherë unë kuptova që më shkon shumë kjo ngjyra me flokët, me ngjyrën e lëkurës. Kështu që po jeni dhe ju kështu brune, provojeni, hear me out, do më kujtoni. Bluza shumë e bukur, më duket dhe elegante. Kemi këtu në dukje edhe korizin, edhe pantallonat. Kanë këtë pjesën këtu që e ul ti, pastaj e ngushton me këto ripkat sa të duash. Tani kam lënë kështu, nuk i kam lidhur. Dhe tani do kalojmë te kjo marka Glow Mode që ja u kam thënë shpesh herë që është e preferuara ime. Kemi këto leggings të zeza të thjeshta. Janë ato që përdor më shpesh sepse mund të kombinoj me ngjyra të ndryshme bluzash. Më pëlqejnë shumë këto që janë me të bardhë me të zezë, më duken shumë elegante, tepër chic. Por pastaj fustilaj edhe gjithmonë këtë pjesën e bardhë bëj gri. Edhe vazhdoj edhe rible. Duket shumë nice edhe kjo, super cute, derisa të arrit ta prish edhe këtë. Pastaj kemi diçka të madhe. Është e madhe se kemi një pellush këtu brenda. Duket si ari. Mora këtë gjën që të më mbaj grot tani në dimër. Është kështu super mega cozy, shumë e ngrohtë, e mban edhe kështu, se po dukesh as sikur po mbytem deri tani. Këto lloj gjërash që përdor tepër, jo vetëm për të vajtur në palestër, gjithë dimrin jetoj brenda në këto gjëra. Dhe produkti fundit është një bluzë tjetër. Kjo ngjyra çokoladë që ka dalë shumë në mod. Kjo do duket shumë bukur në kombinim edhe me pellushin. Ka këto spaghetti straps dhe pjesa më e bukur është korizi. Si gjithmonë do ju lej dhe një kod këtu te description box, cilin mund të përdorni për blerjet tuaja.